Atëherë do të flasim për zgjedhjet e parakohshme në Kosovë, të cilat do të mbahen datën 7 qershor. Përse mendoni që palët nuk ranë edhe kësaj here dakord dhe Kosova ndodhet në këtë situatë për të tretën herë në 16 muaj? Po është mëse e vërtet se për herën e tretë Kosova shkon në zgjedhje të parakohshme, zgjedhje të cilat në një farë forme kësaj radhe kanë qenë shumë të panevojshme, pra edhe pse me zgjedhjet e 28 dhjetorit Kosova arriti të krijojë qeverinë dhe të krijon të gjitha institucionet, mirë po ja që posti presidentit ishte i dashur për të gjithë dhe u duk sikur partia në pushtet e dëshiron më shumë se të tjerat dhe nuk e dha mundësinë që të kemi një president në afatet e caktuara me kushtetutën e Republikës së Kosovës, dhe në këtë mënyrë jemi të detyruar që të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, zgjedhje të cilat unë nuk besoj shumë që do të na zgjedhin problemin, për arsye se në përfundimin e këtyre zgjedhjeve, mbasi nga rezultati do të kemi probleme edhe me krijimin e qeverisë, pasi se do të kemi një mobilizim si nga partitë opozitare, pastaj do kemi edhe forcat e reja të cilat do të jenë pjesë e këtyre garave, e kësaj gare, dhe në këtë mënyrë i bëhet e pamundur arritja e 50% të subjektit të parë dhe automatikisht do të kemi problem në krijimin e institucioneve, në qoftë se partitë kryesore, në këtë rast Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk arrin të bëjnë një koalicion qeverisës i cili do të siguronte votat e mjaftueshme edhe për zgjedhjen e presidentit. Ajo një koalicion i madh në mes të dy subjekteve kryesore do të bënte që shumë shpejt Kosova të ketë institucionet, por edhe të zgjedh presidentin. Urojmë që një gjë e tillë të ndodhë dhe të mos ta përsëritet ky avaz me zgjedhje të njëpasnjëshme e në shumë raste edhe të panevojshme. Pra ju parashikoni që pas zgjedhjeve do të kemi sërish problemin e 50%-it që edhe mund të mos të arrihet? Domethënë në këtë klimë politike e parashikoni kështu, nisur nga klima politike apo jo? Po nisur nga gjitha ajo çfarë ka ndodhur në muajt e fundit, sidomos nga zgjedhjet e fundit, pra duke filluar nga 28 dhjetor i vitit të kaluar e deri më tani, unë e mendoj se 50% nuk do të arrijë askush, dhe në këtë mënyrë nuk do të kemi krijimin e qeverisë. Nuk do të kemi mundësi për krijimin e qeverisë pa një koalicion të madh. Një koalicion i madh, pra duhet që në start përveç krijimit të qeverisë të merret edhe me pjesën e presidentit. Mes kujt e shihni më të mundshëm një koalicion, midis cilave subjekte? Po nëse i shohim të kaluarën, nëse shohim veprimet e fundit, Lëvizja Vetëvendosje që unë mendoj sërish do të jetë forca kryesore në vend, ka prirje që koalicion të shkoj më tepër me Lidhjen Demokratike të Kosovës se sa me Partinë Demokratike. Mirë po bazuar në numrat e fundit, pra në numrat e zgjedhjeve të fundit, një koalicion vetëm me Lidhjen Demokratike është vështirë se mund të siguroj votat mjaftueshme edhe për presidentin. Mirë po, sidoqë të jetë, data 7 qershor po afron dhe pas asaj date do të kemi mundësi të shohim numrat dhe të analizojmë në hollësi se si do të rrjedhin ngjarjet pra pas zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. E qartë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka aprovuar të premten edhe kalendarin dhe buxhetin për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Janë përcaktuar 10 ditë për një fushat, duke qenë që janë zgjedhjet e dyta, po themi, për një kohë shumë të shkurtër dhe ka parë të nevojshme që të jenë vetëm 10 ditë. Ndërsa për sa i përket buxhetit janë 10.800.000 euro. Si ju duket ky afat edhe ky buxhet? Duke marrë parasysh që, siç tham, janë bërë disa zgjedhje dhe i kanë kushtuar Kosovës disa qindra miliona euro. Po nuk është problemi vetëm i shpenzimeve që do të bëhen për zgjedhjet. Një gjë nuk duhet harrojmë se me zgjedhjet e njëpasnjëshme Kosova ka humbur shumë, edhe në aspektin ndërkombëtar, edhe në aspektin e integrimeve, e sidomos edhe të fondeve të cilat kanë qenë të ndara nga Bashkimi Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor, për vendet që pretendojnë të bëhen një ditë pjesë e Bashkimit Evropian. Fonde pra që ka qenë, nëse zgabom, një shumë prej 6 miliardësh e përcaktuara për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, një pjesë të mirë të cilave Shqipëria dhe Mali tani më vetëm se i kanë
i kanë marrur mjetët dhe i kanë futur në punë, kurse në Kosovë me humbjen me zgjidhjet e një pasnjëshme ka qenë e pamundër të arrihet deri te miratimi dhe marrja e ndonjë pjesë të këtij buxhetit. Pra nga 800 sa milion Kosova sa kanë qenë parashikuara për Kosovën, deri më tani nuk është se kemi marrur asnjë gjë. Dhe në këtë mënyrë po kalohen të gjitha afatet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian, pra në një farë mënyrë po humben qindra miliona euro nga Bashkimi Evropian. Po përsa i përket afatit ditur, mendoj se për zgjedhjet e parakohshme është i mjaftueshëm, se në fakt ky është një afat zyrtar për fushatën, mirë po fushata në Kosovë ka filluar qysh në ditën kur ishte e caktuar seanca për zgjedhjen e presidentit, gjë e cila nuk u arrit, po atë ditë më tepër është bërë fushatë se sa që është tentuar të zgjidhet presidenti. Pra Kosova është thuajse tër viti në fushatë. Ky është mendimi, të faktën është mendimi im çfarë mendoj rreth situatës aktuale dhe rreth fushatës parazgjedhore. E qartë. Si e komentoni reagimin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili ka thënë që bllokimi i vazhdueshëm politik dëmton besimin e institucioneve të Kosovës dhe ka bërë ndër të tjera thirrje për bashkëpunim mes palëve? Po, kjo është mëse e qartë dhe çdo njeri normal që është me përgjegjësi kundrejt institucioneve, kundrejt elektoratit, duhet ta ketë pasur në kokën e tij. Një gjë tjetër është tek liderët tanë politik, të cilët në kokat e tyre para interesave përgjithshëm dhe para rekomandimeve që vijnë nga miqët dhe partnerët tanë strategjik, është interesi i ngushtë personal dhe partijak. E qartë. Në Kosovë, edhe analistë të ndryshëm, por edhe në opinionin publik, është përhapur ideja që në krisjen e marrëdhënieve midis zotit Kurti dhe zonjës Osmani, ka qenë politika e jashtme, pra që zonja Osmani kishte një politikë pro-amerikane, ndërsa Kurti ishte për një politikë më pro-Bashkimit Evropian. Mendoni që është kjo arsyeja e krizës fillimisht mes tyre dhe që më pas u transmetua edhe në gjithë krizën që u krijua më pas në Kosovë? Unë mendoj se zoti Kurti është një lider i cili dëshiron që të gjithat vetë i ketë në dorë dhe gjithkund të jetë pra ai në prezentimin e Kosovës dhe Republikës së Kosovës. E në këtë rast është parë që për gjatë qeverisjes tina tani më 5 vjeçare nuk e kemi pasur as edhe një vizitë zyrtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa marrëdhëniet e zonjës Osmani si me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe me vendet e tjera, por edhe me Shqipërinë dhe zotin Rama kanë qenë të mira, e ka penguar me së duket zotin Kurti dhe ai ka dashur që në krye të shtetit të ketë një president i cili nuk do të merr asnjë veprim pa miratimin e tij. Ndërsa jo se Osmani nuk ka qenë e tillë dhe mendoj se kjo ka qenë ndoshta njëra nga arsyet kryesore për çarjen dhe mos propozimin e zonjës Osmani nga lëvizja vendosje për presidentet e vendit. E qartë, pra po thoni që ka ndikim edhe marrëdhëniet e mira dhe vendosura së fundmi midis zonjës Osmani dhe zotit Rama, se kujtojmë që edhe mes tyre nuk është se ka pasur një marrëdhënie shumë të mirë në fillimet e zonjës Osmani si presidente. Po është mëse e vërtet, ne të gjithë të dimë se Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt nga i cili vjen zonja Osmani, në subjekt në të cilin është rritur zonja Osmani, nuk është se kanë pasur ndonjëherë raportet e mira me Partinë Socialiste dhe me kryeministrin Rama. Mirë po, në periudhën e fundit kohore ajo është bërë me zgjuar se zoti Kurti dhe është munduar të shfrytëzoj pozicionin e Shqipërisë dhe të zotit Rama në arenën ndërkombëtare, gjë që e ka ndihmuar shumë sidomos edhe me takimet që i ka bërë edhe me presidentin Trump në shtetin. Ndërsa zoti Kurti është sjellën në formë të tjetër dhe nuk është se ka pasur se është munduar ndonjëherë të përmirësoj marrëdhëniet me Shqipërinë dhe me kryeministrin shqiptar zoti Rama. Do herë që pyet Kurti për marrëdhënien me Shqipërinë dhe me zotin Rama, thotë se gjatë qeverisjes së tij janë arritur një numër i madh i marrëveshjesh, ndoshta numri më i madh që është bërë ndonjëherë në mes të këtyre dy vendeve.
mirë po, ne të gjithë e dim se marrëdhëniet, paktën marrëdhëniet në mes të këtyre dy personëve nuk është, apo dy kryeministrave në këtë rast, nuk është ajo e dëshiruara. E qartë. Ndërkohë që përse mendoni se partitë e tjera opozitare nuk votuan kandidatët e lëvizjes vetëvendosje? Duke qenë që ishin emra teknik që vinin jo nga partitë dhe ishin emra profesionistësh, në fakt që mbase mund të ishin mbi palët fiks ashtu siç duhet të jetë një president në një kohë të tillë për Kosovën. Jo, këtu jeni gabim nëse mendoni ashtu, për arsye se si zoti Konjuf sa ashtu edhe zonja tjetër që ishte kandidate janë që të dy anëtarë të lëvizjes vetëvendosje. Dhe kjo ka qenë njëra nga arsyet që nuk është votuar nga opozita në njërën anë, kurse në anën tjetër një gjë duhet ta dim të gjithë se çdo opozitë në vende demokratike synimi i saj është që të shkohet në zgjedhje të parakoshme. Këtë gjë ja u bëri të mundur zoti Kurti duke shkuar me emra të anëtarëve të subjektit të tij, ndërsa në ditën e fundit doli me një zonë që është e respektuar nga shoqëria civile, që ndoshta ka mund të jetë edhe një personalitet që do të ishte pranuar edhe nga opozita, mirë po forma e prezantimit dhe e paraqitjes së saj apo e kandidimit të saj për presidentin nuk ishte forma e duhur dhe kjo ka qenë ndoshta arsyeja që edhe opozita nuk ka dashur të jetë pjesë e atij votimi. E qartë. Në fakt, zoti Kurti e ka akuzuar shpesh opozitën që ata nuk duan vërtet pushtetin, por duan të pengojnë pushtetin e lëvizjes vetëvendosjes. Si e komentoni ju këtë deklaratë? Po, si ta komentojmë, ne e dim që zoti Kurti tash e 5 vite ka pasur pushtet më shumë se të gjitha subjektet e tjera më herët për arsye të numrave që ka arritur të sigurojë në votat në votimet parlamentare dhe mirë po nuk ka qenë i afti menaxhoj dhe të çojë qeverisin e tij deri në fund. Ai në këtë rast mendoj duke pasur 66 vota në parlament që janë të mjaftueshme për të qeverisur, është dashur që në çdo mënyrë të bëjë të mundur zgjedhjen e një presidenti konsensual në marrëveshje me subjektet politike, pra në një takim të përbashkët, duke filluar me një takim të përbashkët me forcat politike parlamentare, duke ftuar edhe shoqërinë civile për të gjetur personalitetin i cili do të ishte i pranueshëm dhe do të votohej nga të gjithë në mënyrë që të vazhdojë Kosova me qeverisin e saj në këtë mandat 4 vjeçar. Mirë po ja që ata fillimisht e deshin që posti i presidentit të jetë për lëvizjen vetëvendosje, duke u thirrur se popullin e ka dhënë 50% dhe të gjitha neve na takojnë. I humbën të gjitha në këtë rast dhe duhet të shkojmë sërish nga e para pra në zgjedhjet parlamentare. E qartë. Tani doja të kaloja pak edhe tek pjesa e fushatës. Duke parë atmosferën, kush mendoni se do të dominojë fushatën edhe më pas kë parashikoni fitues? Po duke u bazuar në fushatat e kësaj periudhe së fundit kohore, nuk është se kanë qenë as spektakulare sa është dashur të bëhen dhe të jenë. Unë mendoj se mos kandidimi i zonjës Osmani nga lëvizja vetëvendosje dhe rikthimi i saj sërish në garë politike, mendoj se mund të shpalos shumë gjëra që elektorati nuk i ka ditur ose do të arritim së i gjatë një fushate për të bëmat e tyre, pasi që ata deri në momentin e fundit kanë qenë së bashku dhe zonja Osmani si presidente gjatë gjithë mandatit të saj e ka bërë vetëm rolin e noterit lëvizjes vetëvendosje, pra nuk ka qenë as pak në detyrën e saj si unifikuese e kombit. Dhe tani ndoshta është momenti që të dalin të palarat e të dy palëve.